në këtë edicion do të ndiqni. Deri nesër Kosova duhet të zgjidhë çështjen e presidentit, qytetarët në pritje. Pamje re në rrugën Bujaroka, pa makina të parkuara jashtëligjshëm. Shtohet një hapësirë e re parkimi në rrugën Yll Morina. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kuvendi i Kosovës ka afat deri nesër më 4 mars për zgjedhjen e presidentit të ri. Pavarësisht takimeve të kryeministrit Kurti me liderët e partive politike, ende nuk është arritur ndonjë kompromis i përbashkët për këtë çështje. Ndërkohë edhe vetë qytetarët janë në pritje të zgjedhjes së kësaj çështjeje, në të kundërtën vendi mund të shkojë në zgjedhje. Kronika e parë në këtë edicion lajmësh na njeh me opinionet e disa qytetarëve se çfarë mendojnë ata për çështjen e zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Kuvendi i Kosovës ka afat deri më 4 mars për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Deri tani, pavarësisht takimeve të zhvilluara nga kryeministri Albin Kurti me liderët e partive politike, nuk është arritur një kompromis i përbashkët për këtë çështje. Situata politike mbetet e paqartë, ndërsa diskutimet mes partive vazhdojnë pa ndonjë marrëveshje konkrete. Zgjedhja e presidentit kërkon mbështetje të mjaftueshme parlamentare, gjë që aktualisht duket se është sfidë për spektrin politik. Disa prej qytetarëve shpresojnë që presidentja aktuale, Vjosa Osmani, të vazhdojë edhe për një mandat tjetër, duke vlerësuar punën dhe angazhimin e saj gjatë periudhës në detyrë. Qef kemi shumë e fitu Vjolca, se internanimu shumë. Qefin e kemi, tash të qyshe tek. Për mu gjithë janë të mirë, por Vjolca është diçka, mund me thonë, ka pak për Kosovë. Ka kallëzu sukseset mëdha, në çdo vend që ka shku dhe tregu ashtu si duhet. I njëjti tha se nuk beson se do të ketë zgjedhje, duke shtuar se kjo do të ishte zgjidhja më e duhur për vendin tonë. Zbesoj që do të ketë zgjedhje, se president më mirë se Vjolca s'kan më mund me gjetë. E kështu, pse më shkun zgjedhje, më shpenzu bati havan, mi mundu dhe poplin edhe shpenzimet edhe gjitha ato, pra nuk është të arsyeshme me shkun zgjedhje. Afati po afrohet dhe mbetet të shihet nëse partitë politike do të arrijnë kompromisin e nevojshëm në mënyrë që vendi të shmangë një krizë të re institucionale. Deri në fund të muajit maj do të jetë në fuqi kalimi me kontroll në pikën kufitare të Morinës, mes Kosovës dhe Shqipërisë. Me fillimin e muajit mars, ka përfunduar periudha që nisi më 1 nëntor të vitit të kaluar dhe zgjati deri më 28 shkurt, gjatë së cilës u aplikua procedura për shpejtuar e kalimit, pa kontroll dokumentesh, identifikimi. Ndërsa pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për rikthimin e kontrolleve, janë krijuar radhë të gjata automjetësh. Në rrugën Bujaroka, pamjet që dikur ishin bërë pothuajse të zakonshme, me makina të parkuara mbi trotuare, lëvizje e vështirësuar për këmbësor dhe ankesa të shumta nga qytetarët, sot duket se i përkasin së shkuarës. Kjo pasi pas aksionit të policisë për lirimin e trotuareve, gjithçka duket se ka filluar të ndryshojë në këtë zonë. Në rrugën Bujaroka, pamje që dikur ishin bërë pothuajse të zakonshme me makina të parkuara mbi trotuare, lëvizje e vështirësuar për këmbësorët dhe ankesa të shumta nga qytetarët, sot i përkasin së shkuarës. Për një kohë të gjatë kjo rrugë ishte shndruar në një hapësirë të ngarkuar dhe të paorganizuar. Trotuarët të destinuara për këmbësorët shpesh ishin të zëna nga automjetët, duke i detyruar kalimtarët, prindërit me karroca fëmijësh dhe personat me nevoja të veçanta të zbresin në rrugë për të kaluar. Por ndërhyrja e policisë me planin operativ lirimi i trotuarëve ndryshoi situatën. Me kontrolle të shtuara dhe masa konkrete ndaj parkimeve të paligjshme, rendi u rikthye në këtë segment rrugor. Sot trotuarët janë të lira, lëvizja është më e sigurt dhe qarkullimi më i rregullt.
Prapa kamerës së syrit, disa nga qytetarët e intervistuar u shprehen të kënaqur me ndryshimin. Ata thonë se tashmë ndihen më të sigurt gjatë ecjes, ndërsa pamja rrugës është dukshëm e rregullt. Syri të shet diçka krejt tjetër, shprehet një banor i zonës, duke theksuar se ndryshimi nuk është vetëm praktik, por edhe estetik. Pamjet e siguruara sot në këtë vend të qytetit tregojnë një mesazh të qartë se kur respektohen rregullat dhe institucionet veprojnë, përfiton i gjithë komuniteti. Kjo pasi një hapësirë publike e lirë dhe funksionale nuk është vetëm çështje rendi, por edhe kulturë qytetare dhe respekt ndaj njëri tjetrit. Mbetemi të tema njëjtë dhe sjellim një kronik tjetër e cila na njeh me një mundësi të re parkimi në rrugën Yll Morina, me qëllim që qytetarët të mos parkojnë jashtëligjshëm makinat në këtë zonë banimi shumë të frekuentuar. Kujtojmë se aksioni i policisë i cili po vazhdon edhe sot, jo vetëm që riktheu rendi në rrugë, por hapi rrugën për zgjidhje të reja. Në rrugën Yll Morina në Gjakov, pas aksionit të fundit të policisë kundër parkimeve të paligjshme, qytetarëve u është krijuar një mundësi e re parkimi dhe shumë e nevojshme, sidomos për banorët e zonës. Për një kohë të gjatë, kjo zonë ishte përballur me mungesë hapësirash parkimi, duke sjellë kaos në qarkullim dhe bllokim të trotuarëve, pasi rruga është shumë e frekuentuar dhe ka prezencë të shumë kafeterive përskaj gjithë zonës. Parkingu i ri në rrugën Yll Morina po konsiderohet si një lehtësim i madh për banorët dhe bizneset përreth. Tashmë drejtuesit e automjeteve kanë një hapësirë të dedikuar ku mund të parkojnë ligjërisht, pa penguar këmbësorët dhe pa rrezikuar veten nga gjopat e mundshme. Qytetarët shprehen se kjo është një zgjidhje mirëpritur dhe një hap drejt organizimit më të mirë urban, por gjithmonë duke kërkuar që të ketë edhe destinime të tjera për të zgjidhur plotësisht këtë problematik. Pamja rrugës në intervale të ndryshme kohore duket se është përmirësuar dukshëm, por kohë pas kohe në pamundësi të zgjedhjes komplete, edhe mund të hasim në qytetarë që kanë parkuar gabimisht makinën e tyre. Gropat në pjesë të ndryshme brenda zonës urbane në qytet vazhdojnë të jenë prezente duke shkaktuar telashe në qarkullimin e rregullt të komunikacionit rrugor. Ato jo vetëm që po dëmtojnë makinat, por në të njëjtën kohë po bëhen edhe rrezik për kalimtarët tjerë. Gropat në pjesë të ndryshme brenda zonës urbane vazhdojnë të shoqërojnë rrugët e qytetit duke shkaktuar telashe të shumta në qarkullimin e rregullt të komunikacionit rrugor. Ekipi ynë ka qëndruar sot në terren dhe ka marrë pamje nga gropat e shumta që gjenden në zona të ndryshme të qytetit. Gropat jo vetëm që po dëmtojnë makinat të cilat qarkullojnë, por në të njëjtën kohë po përbëjnë rrezik edhe për kalimtarët tjerë. Disa më të vogla, disa më të mëdha, disa prej tyre më të thella e disa më sipërfaqësore, përsëri po konsiderohen si të rrezikshme dhe është kërkuar sanimi menjëhershëm në mënyrë që të shmangen rrezikët që mund të vinë nga prania e tyre në zona të ndryshme të qytetit. Në lidhje me këtë situatë, redaksia e televizionit Syri i është drejtuar komunës së Gjakovës për sqarime konkrete të gjendjes aktuale të gropave në qytet dhe se a ka ndonjë kompani të kontraktuar momentalisht për sanimin e gropave, por që deri në transmetim të kronikës nuk kemi pranuar përgjigje. Infrastruktura e dobët dhe me shumë pak mundësi për personat e verbër është problem jetësor për Shaip Kastratin. Rruga e tij nga shtëpia në punë dhe anasjelltas nuk plotëson as nevojat bazike për qarkullimin e personave me shikim të dëmtuar. Në një prononcim për mediumin ton, ai është shprehur se tashmë është mësuar të jetojë me këtë problematik, por halli i tij është për të tjerët që kanë fatin ta kenë problemin e njëjtë. Infrastruktura e papërshtatshme dhe mungesa e kushteve adekuate për personat e verbër mbeten sfidë e përditshme për Shaip Kastratin. Rruga e tij nga puna e deri në shtëpi dhe anasjelltas nuk i plotëson nevojat themelore për qarkullimin e personave me shikim të dëmtuar. Kështu u shpreh në një prononcim për mediumin ton Kastrati, duke shtuar se duhet të bëhet edhe më shumë në pjesët e qytetit, të jetë terren më i përshtatshëm për këtë kategori, sepse nëse nuk ka shenja adekuate, atëherë është shumë i lehtë çorientimi. Vështirësitë janë të mëdha në këtë pjesë qytetit, nuk është bo kur gjën për personat e verbë që
janë shenjat që mujnë më të orientue. Në këtë pjesë që qytetit nuk kanë punu kur gjanë, kurse në pjesën e prej Pallatit Kulturës e dete posta mas Hotel Pashtrikit janë shenjat që personi i vetë mundet mi vrejt edhe me kom ka t'i shkel ato shenja ku janë, edhe me shkop të bardh, mundet që ajo shenj mundet me të orientu që mes me hub rrugën. Dhe sa është e pununën që atë lamia di. Kur nuk është e punune, ki qërgullim. Ki qërgullim shumë të madhë kia. Kastrati tha se ndihmën e familjes dhe shoqërisë ka çdo herë dhe se rrallë ndodh të jetë vetëm. Po ashtu duke rikujtuar periudha nga e kaluara, tregon se si kanë qenë rrugët me trotuare dhe si është orientuar. Unë tash lavdi Zotit që e kom familjen, e kom shoka, di kom që të rreth, adi rrallë mundet më ndodhë që muj vetëm, adi shumë rrallë. Pas si që kom qenë një pa martë unë, e më ka ndodhë vetëm me shkop të bardhë, kom punu në ndërmarrjen tregtare në atë kohë agimit, prej ati krajit, jo më orientu në bazë trotuarit. Për shembull, jo më gjitë për mallës Agjimet, aty qashia vogël ku është, e jo më gjitë për pjetë, se nonën me një krah kom pas komunën edhe trotuarin, edhe poshtë trotuarit e kom pas rrugën. Se fati që trotuari ka qenë ma nelt, e kom ditë vetën kur jom dalë jashtë trotuarit, kur jom dalë në rrugë, e kur jom çu knajna, e kom zatet në për objektet që jom orientu në qatë fushë dhe nuk u pas problemat. Në prononcimin e tij, Kastrati pati edhe një mesazh drejtuar institucioneve përgjithëse, komunës së Gjakovës, që do bëhet infrastruktura për personat e verbër në zonat e qytetit. Tash në këtë pjesë qytetit me bojnë infrastrukturën për personat e verbë, që shkën punu aty të Pallati Kulturës, e dhejtë mas Hotel Pashtrikit, me punu edhe në këtë pjesë, me mundësi, a i kanë mundësi me boat puna si kanë, nuk për di, po që është mundësia pëse mes me boat, që më orientu edhe personat e verbët në atë fushë, që mes me pas problem për orientim. Mes tjera, Kastrati u shpreh se krijimi i infrastrukturës së dur është më së i nevojshëm, duke u përshtatur nevojave të secilit individ. Qytetarët e Gjakovës janë përballur sot me një tjetër rritje të çmimeve të derivateve, duke shënuar ditën e tretë radhazi me ngritje të çmimeve. Kjo rritje vjen në një kohë kur çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare janë rritur për të tretën ditë radhazi. Qytetarët e Gjakovës janë përballur sot me një tjetër rritje të çmimeve të derivateve, duke shënuar ditën e tretë radhazi me ngritje të çmimeve. Sipas çmimeve të evidentuara në pikat e karburantit, benzina që dje shitej nga 1.20 euro deri në 1.24 euro për litër, sot ka arritur nga 1.27 euro deri në 1.33 euro për litër. Ndërkaq, nafta nga 1.21 euro deri në 1.25 euro për litër, sot po tregtohet nga 1.28 euro deri në 1.34 euro për litër. Kjo rritje vjen në një kohë kur çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare janë rritur për të tretën ditë radhazi. Arsyeja kryesore lidhet me tensionet në rritje mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit, si dhe me kërcënimet ndaj transportit detar përmes ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për furnizimin global me naftë. Frika nga ndërprerjet e furnizimit ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e çmimeve në bursat ndërkombëtare, efekt që po reflekton menjëherë edhe në tregun vendor. Qytetarët shprehen të shqetësuar pasi rritja e çmimeve të karburanteve pritet të ndikojë zinxhir edhe në çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tjera. Në ditën botërore të shkrimtarëve, krijuesi Adem Lushaj ka folur për rëndësinë e shkrimeve, raporteve të rjetëzimit të shkrimtarëve të vendeve të tjera dhe mundësinë e promovimit të sa më shumë prurjeve të reja në letërsi. Ai gjithashtu vuri theksin edhe te krijimtaria e tij letrare, e cila ka gjetur shtrirje edhe jashtë Kosovës.
23 marsi shënon ditën botërore të shkrimtarëve, si ditë për të promovuar miqësinë, mbështetjen intelektuale dhe lirinë e shprehjes për autorët anë mban botës. Krijuesi Adem Lushaj, në një prononcim për mediumin ton, theksoi rëndësinë e shkrimit si formë shprehjeje dhe ndikimi kulturor sepse fjala e shkruar mbetet gjatë. Edhe pse nuk i përkas fushës së letërsisë, sepse unë jam matematicant, mirë po merrem me shkrime, autori i disa librave që edhe është me rëndësi të madhe që gjanat e mbesin të shkruara, sepse koha i qëtë në harres, i mbulon pluri dhe nuk do të merë. Mirë po gjërat, zhvillimet, ngjarjet historike, apo edhe ato që ka mendon si në poezi, në prozë, të qitën në letër, ato kanë pas një gjatësi jashtëzakonisht madhe, dhe arsyeja është pse merrem me shkrimi është që të qiten gjërat në letër e mos në mbesin vetëm në elektronike, sepse ato herë do kur do të humbin. Është mirë që sa më shumë të kemi shkrime, po të sakta, të faktume dhe të mbesin si dëshmi e kohës për brezat të cilat mund të shfrytëzojnë to shkrime, to libra, çfarë do natyre qofshin. Autori Lushaj tha se me kalimin e viteve janë paksuar shkrimtarët, por është me rëndësi që krijuesit e rinj t'i marrin shembuj krijuesit paraprak, sepse në këtë formë shkrimet do të mbesin të qëndrueshme. Është mirë që të kemi sa më shumë autor, shkrimtar, krijues, sepse me të vërtet jemi pa kohëm ka ona e letërsisë, po më pse nuk i përkas asaj fushë, dihet se vetë Ministria e Arsimit ndon nga 1.000 euro për gjithë ata studentat të cilët e regjistrojnë gjuhën dhe letërsinë shqipe. Do thotë që është pak e shqetësuese kjo kur stimulohen për me studiu gjuhën e vet. Mirë po, është mirë që krijuesit e rinj me të vërtet të marrin shembull edhe krijuesit paraprak, dhe as më shumë që të bëhet një shkëmbim i dy gjeneratave kalume dhe gjeneratës të re, besoj si do të mbesin shkrimet më të qëndrueshme dhe më afatgjate. Tutje Lushaj tregoi edhe për promovimin e veprave të tij nga shoqata shqiptare amerikane Vatra, duke ndarë detaje për librat. Shoqata shqiptare amerikane Vatra në New York kuptohet me ftesën që na ka bërë Ramis Tafilaj, është botuesi i shtëpisë botuese, drejtori i shtëpisë botuese Elefant Publishing, dhe konsulata jonë në New York, e kemi bërë promovimin e 2 librave, Krimet serbe në Kosovë, rasti Deçanit, dhe Manastiri i Deçanit dhe pronët të shoqërore, temat të cilat jashtëzakonisht për Deçanin kanë ndikuar dukshëm, kuptohet krimet veç i kemi përballu me vështirësi edhe pas periudhës së kryerjes, ndërsa problemi tjetër që na doli edhe me marrjen e pronave të cilat ne ka marrë Manastiri i Deçanit me vendime politike gjyqësore. Për fund, Lushaj tha se 2 veprat kanë arritur të vizitojnë vende të ndryshme të botës, përfshirë New Yorkun, Dallas, Çekin, Zagrebin, Shkodrën e Gjakovën. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Deri nesër Kosova duhet të zgjidhë çështjen e presidentit, qytetarët në pritje. Pamje re në rrugën Bujaroka, pa makina të parkuara jashtëligjshëm. Shtohet një hapësirë e re parkimi në rrugën Yll Morina.
Këtu marrë fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndihni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.